komandantët. Partia e kullerave, kinë se është Memli Krasniqi dhe këta njerëzit e ri që ka afru në PDK. Kurse partia komandantave dihet, domethënë dhe tash, midis që tyne kërkohet sakrifis. Kush do të mu sakrifiu? Për natyrë që kullerat. Për arsye se kullerat domethënë i takojnë kohës sotme. I takojnë reformës. Kush është përfaqësuesi kullera, kush i komandantëve? Po, jo, përfaqësuesi kullerave merret që është Memli. I komandantave merret që është hajde po hëm Shukri Buja, Sokol Bashota, që u i kthyn. U i kthyn, po Samia bile fitoi gavën, falni, se me Samin se komas në këtë rast o fitus. Po fitus, bro? Po dhe... Po, problemi me në Shukrin... Jo, më fali, diçka tjetër dhe ishtë amon. Me në Shukrin edhe Bashotë. Janë homs. Po, ata kanë qenë pjesë e reformës së Memli Krasniqit. Po, nuk është të thonën. Po tani, aja reforma... Jo, nuk është të thonën. Jo, nuk është të thonën. Jo, bre, kushtë të maru... Hajde vetë ma grama, ta përqipo. Më falë se më ndërpreve. Janë 3 kategori shkurt. Jo, bre, ishë më stani. Publikisht kërkoj falje se ndërpreva. Jo, bre, nuk në rregull se po ta dhe një mendim për këto 3 pikat. Në gjithmonë në PDK, dhe jo vetëm PDK dhe në tjera, po në PDK ka qenë me evidente. Tjerë figura politike me staturi i kanë pas për opinion publik, me dalë televizor, me diskutu, me qitë pozicione, tjera te kanë pas forcën reale në teren, e krejt të tjerë kanë qenë realisht me forcën parti. E tash kanë ndryshuar raporti. Se këtu në mes, këtu pajtove ma di,